Përshëndetje të dashur fëmijë, kudo që jeni. Sot kemi përgatitur një program të bukur, si zakonisht, dhe shpresoj se ju ka pëlqyer, se tashmë kemi pasur disa programe dhe siç u premtuam, sot kemi sjellur edhe një gjyshe tjetër. Sot jemi me zonjën Ana Treska. Por unë do t'i them teta Ana sepse jo vetëm që është një zonjë mrekullueshme dhe një gjyshe mrekullueshme, por dhe ka qenë dhe mësuese për 32 vjet. Dhe unë nuk e di se çfarë mendoni ju, po për ne mësuesja ishte një figurë shumë e adhuruar për të gjithë fëmijët në Shqipëri. Dhe shpresoj që kanë të njëjtin respekt edhe nga ju në ditën e sotme. Teta Ana, Ordra. Unë e di që ke qenë mësuese për 32 vjet dhe jam shumë e lumtur që na dhurove sot ditën dhe falenderoj edhe nipat edhe mbesat që na lejuan që të merrnim sot prej tyre dhe ta ndaje kohën me fëmijët në ekran, dhe jam shumë e lumtur që sot do na dhurosh diçka nga dita juaj, por edhe nga eksperjenca juaj dhe nga prallat që ju keni përgatitur. Shpresoj të mësojmë të gjithë. Edhe unë e prita me padurim këtë moment për t'ju lexuar fëmijëve një prallë në gjuhën e tyre, në gjuhën e nënës tyre. Se çdo njeri i madh dhe i vogël i pëlqejnë prallat, i shijon edhe kënaqet me ta. Po. Dhe kjo është dhe detyra jonë e këtij programi, që shpresojmë të ngjallim fëmijëve ato emocione dhe dashurinë dhe lidhjen me vlerat dhe kulturën tonë, sidomos me gjuhën tonë të bukur. Teta Ana, jam kurioze, sepse besoj edhe fëmijët kanë kuriozitet. Kur e di e ti që do bëhesh e mësuese edhe tek këtë do bëj për gjithë jetën? Tash fëmijët i kam pasur qejf dhe gjithë kohës, edhe kur kam qenë vetë fëmijë, ata më të vejtit i kam mbajtur pranë dhe ata më janë afruar dhe kanë gjetur, si të them, ngrohtësi me mua. Kjo ishte një nga ato që mua më dha të shpresë, mund të merresha me fëmijët, mund t'i udhëhiqnja ata, apo t'i mësonja, apo t'i... Dhe kjo ndodhi vërtet në realitet, kur unë mbarova shkollën. Fati im që unë mbarova tamam, ishte vërtet fat, mbarova por frëngjisht, sa jo ishte një degë që u hap në atë kohë që unë do vazhdonja shkollën e lartë. Dhe arsyeja tjetër që unë ndoqa këtë degë ishte se baba im ishte një frankofon, një përkthyes shumë i mirë i frëngjishtes, dhe desha të vazhdonja traditën e familjes. Domethënë familja ime të mbetej te frankofonia. Dhe kështu bë, për kaq vite, sa thatë edhe ju, unë mësova fëmijët në Tiranë, të 8 vjeçares, frëngjisht. Tash ata përvetësuan, aq sa mundën, aq sa kishin mundësi, me ato libra, me ato mjete që ishin atëre, po ka patur goxha raste që fëmijët më kanë falenderuar për punën dhe për mësimit që unë kam bërë dhe ato që kanë mësuar nga unë. Kështu që... Amo teta Ana, po ku ishe ti kur isha unë në vogël? Se një sekret, unë nuk e flas mirë frëngjishtën dhe e kam shumë pishma. Po, luma ta që kam mësuar prej teje. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për të që po më thua, po puna e vështirë e mësuesve, po prapë edhe me kënaqësi kur ti shikon që ata mësuesit e tu janë bërë diçka. Atë që i ke mësuar ti e kanë vënë në përdorim. Po. E kanë vënë në jetë. Po jo i japin të tjerëve gjithë diturinë e tyre dhe ato njohuritë që kanë marrë në shkollë, ku atje ke ato njohuri ke edhe ti një çik pjesë. Po, s'ka lumturi më të madhe dhe krenari. Po me që jemi në programin e gjuhës së nënës, edhe është një pyetje që ndoshta është bërë rëndont, prandaj të më falni, por po flasim për librin dhe për prallat. Prandaj teta Ana, mund na thuar cila ka qenë libri juaj i parë? Të them të drejtën, diçka me shoku im ka qenë, nuk e mbaj mend se u bën 70 vjet që unë e kam lexuar atë libër. Një libër i vogël me ca faqe të verdha atëre, jo kaq kopertina të bukura siç janë tash. Po kështu ka qenë. Dhe me të mbaruar klasën e parë, që atëre e mbaj mend që e kam lexuar, kur unë mësova gjithë gërma. Unë s'u mora vesh që i ke sjell një dhuratë mbesës.
Qa i ke pru? Vetëm që ta dinë edhe fëmijët. Tashi, unë besës i kam sjellë fjalorin shqip, njerëz nga besat. Kurse stërbesës, më fatë se unë kam me stërbesës. Tashi, mos më duke si stërgjyshe, po pra. E cila e bëri vitin, ama nga unë deri tashi, ajo ka të blera 3 libra. Shikon, bukuriet kesh gjyshe? Dhe një, ja kemi marrë në një vend shumë me histori, në një librari të vjetër shumë, në Portugali. Megjithëse film, një libri flet për princeshat e zakonshme që janë përkthyer në të gjitha gjuhët. Po, vendi ku u ble kishte shumë rëndësi. Dhe ajo atëherë ishte vetëm 5 muajshe. Po shiko sa histori e bukur që kur të rritet vajza ta di. Ta di, se ato me dedikim nga sërgjyshja. Po. Qa mrekullie. Tashi, libri ka qenë gjithmonë një shoqërus, jo vetëm imi, po i gjithë familjes time. Në shtëpinë time kishte një bibliotekë madhështore. Jam e sigurt. Me të tëra gjuhët, me shqip, me të gjitha gjuhët, që u trashëgua ke ne, atë tashi e ka vëlla im që e ruan me sisit e ballit. Jam e sigurt e tama që po kishim qenë komshi, ti do më dëboje mua, se unë do ngele qa ke shtëpia jote, do ke lexuar. Në qoftë se do ishe një lexuese e rregullt, ta kthej një libri në vend, në gjendje të mirë, do të vazhdonje, do të prisja krahapur. Në rregull. Po mirë, unë e di që ti ke përgatitur disa fabula të vogla dhe një prallë për fëmijët. Kishe në një mesazh që doje ti që të merrnin fëmijët nga këto, apo do ta thuash më vonë si? Tashi, nuk është nevoja ta thuash, po. Unë këtu kam një libër të Sami Frashërit, një nga dietarë dhe njerëzit më të mëdhenj të Shqipërisë, të letërsisë, të jetës shqiptare, të rilindjes shqiptare. Ky nuk i thot pralla, po ju thot rrëfenja këtyre këtu. Se janë që rrëfehen brez mas brezi. Jo vetëm se janë shkruar, i lexon një brez apo 2, po këto janë trashëguar brez mas brezi në popullin tonë. Prandaj kanë emrin dhe rrëfenja. Të shkurtra janë, po secila ka nga një mësim. Na jep nga një mësim, se si duhet jetë njeriu në jetë. Për shembull ka dheu është flori këtu, ose mos e fshi gabimin, është tjetra. Dhe secila e ka që në titull e ka të qartë, se çfarë mësimi duhet të marrim ne nga herë. Dakor. Ja lejmë edhe prindërve që të flasin për mësimin e rrëfenjave. Dakor, me këtë do fillojmë përpara. Do fillojmë me prallën? Po, sikur i kanë qef fëmijët prallat, se folëm deri tash. Shumë dakord. Se mezi po presin fëmijët. Po. Pralla që kam zgjedhur për fëmijët quhet gishtëza. Domethënë, dhe nga kjo prallë mund të mësojmë shumë gjëra fëmijët, sidomos një gjë, të ndihmojmë njëri tjetrin. Të japim ndihmë atëherë kur ai ka nevojë. Ta japim me zemër, me bujari, me gjithë shpirt. Kështu. Tash mund të filloj ta dëgjojmë me vëmendje të gjithë fëmijët, dhe pastaj në fund besoj do më japin të drejtë. Gishtëza. Na ishte njëherë një grua e mirë që dëshironte si gjithë të tjerët të kishte një fëmijë, por ja që nuk mundej. Një ditë prej ditës shkoi te një zan dhe ju lut ta ndihmonte. Mere këtë fare elbi, i tha zana, dhe mbille në një vazë lulesh. Por bëj kujdes, kjo nuk është një farë si gjithë të tjerat. Gruaja e mirë, pasi e falenderoi zanën, shkoi në shtëpi e mbolli farën në një vazë. Pas disa ditësh nga fara, mbiu një lule e bukur e ngjashme me tulipanin, por me petale të mbyllura. Sa lule e bukur, thirrje nga zëlluar gruaja, duke e puthur me dashuri gonxhen e posaçelur. Si me magji lulja lëshoi një tingull të ëmbël dhe hapi ngadalë petalet. Në mes të saj që dronte një vajzë votë skërfare. Një fëmijë, thiri e mrekulluar gruaja. Po vogëlushja nuk ishte më e madhe se një gisht. Ndaj dhe gruaja vendosi ta quante gishtëzë. Vogëlushja e imët rinte mbi petalet e tulipanit, ndërsa fytyra e saj e bukur shkëlqente nga mirësia. Pa humbur kohë,
gruaja nisi të përgatiste një shtrat të veçantë për gishtëzën. Ajo mori një lëvozhgare në të cilën shtroi me kujdes disa gjethe dhe mbi to hodhi një petal të ndafili për çarçaf. Shtratin e vendosi mbi tryezë, qarkuar me lule shumë ngjyrshe e plot aromë. Gjatë ditës, gishtëza luante me rrezet e diellit, që i përkëdhenin trupin e i ngronin zemrën. Ajo ishte e gjallë dhe e gëzuar. Zëri sa i ëmbël teksa këndonte, kumbonte në gjithë shtëpinë dhe mbushte me gazëllim zemrën e nënës e gruas së mirë. Kështu kaloi dita mas dite. Një natë, ndërsa gishtëza flinte në shtratin e saj, një thithlop kërceu nga dritarja e hapur, drejt në tryezë ku ndodhej shtrati i gishtëzës. Sa po e pa vogëlushen, thithlopa tha me vetvete: kjo do të jetë nuse e bukur për t'i mbirë. Pa një pa dy, e rrëmbeu lëvozhgën e arës, ku flinte e qetë gishtëza dhe e shpuri te pellgu i ujit. Aty, thithlopa jetonte me djalin e vet të shëmtuar. Ajo e vuri lëvozhgën e arës në gjethen më të gjelbër e më të madhe të zambakve. Kështu që vajza nuk kishte nga t'ja mbante e të merrte arratin. Kur hapi syt, gishtëza pas e ndodhe në mes të pellgut, shumë larg bregut. Nisi të qante me ngashëri gjora, pas kush nuk e dëgjonte. Ndërkaq, thithlopa tok me të birin, po shtronin dhomën e të posamartuarve në barkën, në balë të ngjitse në fund të pellgut. Pikërisht atje ku jetonte thithlopa. Sa po dëgjuan të qarat e gishtëzës, nënë e birë ju afruan gjethes së zambakut. Përse më keni sjell këtu zonja Thithlop? Thiri e tronditur vajza. Çfarë keni ndërmend të bëni me mua? Ky është i mbir, i thot Thithlopa, duke i treguar një bretk të neveritshëm. Uak, vetëm kaq mundi të thoshte bretku i shëmtuar. Je kaq e bukur sa vetëm ti je e denjë të martohesh e të marrësh për burr birin tim. Hidhet edhe thot Thithlopa me paturpësi. Sa kaq e la çupën mbi gjethen e zambakut në mes të pellgut dhe u largua bashkë me të birin për të mbaruar punët që kishin nisur. Nuk dua të martohem me një thithlop, tha me veten e dëshpëruar gishtëza. Ndërkaq, peshqit e vegjël që notonin aty pranë, kishin dëgjuar gjithçka. Ata nxorën kryet nga uji dhe kur e pan vajzën të përlotur, vendosën ta ndihmonin. Peshqit pren degëzën që mbante të lidhur gjethen e zambakut. Flutra krahbardh e tërhoqi gjethen përgjatë rrjedhës dhe e shpuri gishtëzën larg, aq larg sa Thithlopa dhe djali i saj shëmtuar nuk mund ta gjenin dot kurrë. Gishtëza kishte shpëtuar. Ajo nisi të qeshte dhe të këndonte e gëzuar. Pra, pa pritur, një brumbull i madh, i mahnitur nga kënga e saj, ju afrua, e mbërtheu me kujdes vajzën dhe bashkë me të fluturoi në një deg peme. Brumbulli e ledhatoi dhe e ushqeu gishtëzën me nektarin e luleve. Pasi u kënaq duke kundruar bukurinë e saj, e vendosi mbi një lule dele dhe u largua. Gishtëza mbeti sërish fillikat. Gjatë verës, ajo shutiti në pyllin pa fund, pa anë. Vogulushja ushqej me nektarin e luleve dhe shuante etjen me vesën e mëngjesit. Kështu kaloi, si pa u kuptuar vera dhe vjeshta. Dimri ftohtë, po trokiste te pragu. Si do ta bënte e gjora vajzë? Ec përmes një fushe të bardhë, gishtëza mbeti te porta e një shtëpize. Tak trokiti. Miushi i fushës doli te pragu. Gishtëza e përshëndeti dhe ju lut me lot në sy. Jam shumë e uritur dhe e lodhur. Ju lutem zotëri, më falni diçka për të ngrënë. Miushi i fushës e pëlqeu vajzën e bukur. Ndaj e futi të bujte e ta kalonte dimrin me të. Pas disa ditësh, kur ai e dëgjoi gishtëzën të këndonte, u dashurua sa kaq. Me të dhe me zërin e saj të ëmbël.
Miushi sille gjitha borësi me vajzën, por ajo ndëronte një tjetër jetë për vete. Një ditë për ditësh, Gisteza pikasi në një cep të oborit një dallëndyshe që rinte strukull dhe dridhej. Zogu i gjorë pothuajse kishe ngrirë nga të ftohtit. Pa humbur kohë, nisi ta fërkonte me kujdes dhe e mbuloi me një batanie të ngrohtë. Dallëndyshe e gjorë. Ke për ta parë, unë do të shëroj, i premtoi vajza. Ditë pas dite, për gjatë gjithë stinës së dimrit, Gisteza u përkujdes për dallëndyshen, ndërkohë që miushi i fushës nuk kuptoi gjë prej gjëje. Kur dallëndyshja e mori veten dhe u shërua, i propozoi Gistezës ta shpinte në një vend ku gjithë viti bënte mot i mirë. Zojt ciceronin dhe fushat ku ndërmonin nga aroma luleve. Eja, i tha dallëndyshja, ulu mbi shpinën time dhe mbau fort pas pendëve të mia. E gëzuar, Gisteza hipi mbi dallëndyshin dhe të dyja u larguan fluturinti drejt në horizont. U dëtuan gjatë dhe më në fund mbritën në një vend ku dielli shkëlqente dhe qielli ishte i kaltër. Në qëllimin e blertë që mbulonte anë mban vendin, shquhej një lëndin plot e rëmira. Dallëndyshja fluturoi mbi to dhe e vendosi Gistezën mbi lulen më të bukur dhe më aromatike. Pastaj e përshëndeti mikeshën e zemrës dhe shkoi të ndërtonte folezën pak më tutje. Oh, çfarë vendi i bukur kishte zbuluar fal dallëndyshes. E kredo në këto mendime nuk e vuri re lulekuqjen aty pranë, po ndërkaq dikush e kishte vënë re praninë e saj. Ishte një djalosh i vockël, i cili mbante në kokë një kuror të artë dhe mbi shpinë i lëndronin 2 flatra të bardha. Ai ishte princi i luleve. Gisteza u mrekullua. Kur më parë nuk ishte parë një djalë më të pashëm. Sa e bukur që jeni, i tha princi dhe sa kaq e ndjeu që kishte rënë kokë e këmbë në dashuri. Po shoh që ende nuk ju kanë dalë flatrat. Do me thënë, s'keni veç se pak që keni mbritur. Ai u afrua dhe i vuri në kokë kurorën e vetë. Sa hape mbyll sytë si me magji, vajzës i dolën 2 flatra të brishta. Gistezë, nuk është emër fort i bukur, i tha princi. Tani e tutje do të quhesh Maja, princesha e luleve. Ata u kapën dorë për dorë dhe u ngritën fluturinthi për të filluar së bashku një jetë të re të lumtur si në përralla. Kjo ishte përralla e Gistezës, që më në fund sa e bukur, mbaron me gëzim e me lumturi. Të themi dhe disa fjalë të reja që mund të besoj që kanë mësuar fëmijët nga kjo përrallë. Megjithatë, do t'i themi prindërve, ju lutem, t'i ndihmoni fëmijët me fjalët që ato nuk i kuptojnë, por le të fillojmë. Gishti është finger, tryeza është table, shtrati, ose mund ta keni dëgjuar krevati, është bed, zogu është bird, kurora është crown. Jam e sigurt që ka shumë fjalë që ndoshta nuk i kuptoni, por siç e thash, ju lutem pyetni prindrit, keni kuriozitet, se vetëm ashtu mund ta mësoni gjuhën tonë të bukur shqipe, edhe si përfundim do t'i kuptoni të gjitha prallat që nga fillimi deri në fund. Ju premtoj. Edhe e di çfarë mund të bëni? Nëse nuk e kuptoni, mbasi ti mësoni disa fjalë, bëni prap, ktheni nga fillimi në YouTube edhe dëgjojeni edhe një herë. Sepse vetëm ashtu mund ta mësoni prallën, por edhe mund ta kuptoni ose ti mësoni fjalët në shqip. Tash te Ana ka dhe ato rrëfenja të bukura të samifrashët edhe unë tash po i pres me padurim. Patjetër, e tham që samifrashi është një nga shkrimtarët, dietarët e Shqipërisë
ka hyrë në historinë e saj dhe nuk ka përdalë kur. Sa për ta ditur, ka lindur në fshatin Frashër të Përmetit në 1850 dhe vdiq në Stamboll në 1904. Ai është një nga burrat më të mëdhenj shqiptar, më të ditur e më të mençur. Jetoi në një kohë kur populli ynë ishte i robëruar nga perandoria turke, duhet. Atëre pushtuesit përpiqeshin të na zhduknin si komb dhe të na lindin në padituri. Por këtë gjë edhe e kishin ndaluar hapjen e shkollave shqipe. Prandaj Sami Frashëri punoi natë e ditë që shqiptarët të mësonin ta shkruanin gjuhën e tyre. Ai bëri edhe librat e parë për nxënësit shqiptar. Një prej këtyre librave është dhe Abetarja Shqipe, nga e cila janë marrë këto rrëfenja që neve do të lexojmë sot. Për shembull, Dheu është Flori. Është një nga rrëfenjat e Sami Frashërit që është marrë nga Abetarja e tij. Një bujk plak do të vdiste. Thiri pranë 3 djemtë e tij dhe u tha: "Bite mi, në arën që e kam punuar gjithë jetën time, dhe që me dritën e saj ju kam ushqyer e ju kam sjellë në këtë moshë, kam fshehur një shtëmb me flori." Shtëmb, mund të themi dhe qyp e ngjashme, fëmijë të dashur. Lërojeni thellë dhe kërkoni në të gjitha anët e arës. Do ta gjeni atë shtëmb, se po e gjetët, s'do ta njihni varfërin kur. Të 3 djemtë e plakut, pas tekjes së babait, zunë ta lëronin arën me qejf të madh. Dhe thellë e më thellë, mot për mot, e thellonin nga një pëllëm më shumë, po shtëmbën nuk e gjetën. Veç ara duke u punuar aq mirë, zuri të jepte gjithnjë më tepër dritë. Kështu 3 vëllezrit, jo vetëm që nxinin bukën e shtëpisë, por u mbetej mjaft edhe për të shitur. Parat që merrnin nga këto të shitura, i hidhin në një shtëmb për t'i ruajtur. Në 5 vjet, shtëmba u mbush plot me flori. Atëre vëllezrit e muarën vesh se ku qënke shtëmba me florin që u kishte thënë ati. Një plak 90 vjeç, po mbilte një rrënj ulliri. Një mbret që shkonte andej pari u çudit nga kjo punë dhe e pyeti plakun: "Kur ke shpresë të jap kokra ky ulli që po mbjellor plak?" "Pas 30 vjetësh," u përgjigj plaku. "Po mos kujton ti se do të rosh edhe 30 vjet të tjerë që të hash kokrat e këtij ulliri?" I tha mbreti i habitur. "Jo," vuri buzën në gaz plaku. "Po mbollën të tjerët hëngra unë. Tani mbjell unë që të hanë të tjerët." Kush s'punon, mbetet i uritur. Një gjinkall i vajti njëherë një milingone në mes të dimri dhe ju lut: "Në më gjëkafsh nga gjithë këto që ke mbledhur dhe ke mbushur folen tënde, se s'kan që të hanë në këtë mod të keq e të vdesurie." "Po ti ç'bëre në verë?" i tha milingona, "kur unë vinja lëm për të mbledhur kokrat e grurit, të elbit e të tërshërës." "Unë atëre rinja e ja thoshja këngës," ju përgjigj gjinkallla. "E po, me që atëre këndonje tani kërthe," i tha milingona dhe i ktheu krahët. Pa punë nuk fitohet asgjë. Mos e fshih fajin. Një djalë i vogël kishte vajtur në shtëpinë e gjyshes, e cila e donte fort. Tek lostet e një dhomi vetëm, theu një pasqyrë të vjetër që gjyshja e ruante me merak. Për të mos u dukur faji i tij, doli fshehurazi dhe e tërhoqi derën ngadalë. Sado që dora i dinte keq, i therte e i çante nga një cifël qelçi që i kishte hyrë kur u thye pasqyra, ai e duroi dhe si tha njeriut asgjë. Dhe gjyshja kur pa pasqyrën e thyer u helmua shumë dhe zuri të qortonte njerëzit e shtëpisë, nga të cilët asnjëri s'e merrte fajin përsipër. Të nesërmen, në mes të natës, erdhën dhe e ngritën gjyshën nga gjumi. Shpejt se ketët nip keq, e gjora plak nxitoi tek shtëpia e së bijës. Kush të shikonte, të nipit i t'i enjtur krau si kërcu. E pyeti nga se i kishte ndodhur ajo gjë, po djali si tregoi. Atëre gjyshja zuri t'ia shikonte kraun me kujdes. Kur gjeti cilfën e qelçit në dorë,
Ja hoqi, priti sa të nipi t'u lehtësua pak dhimbja dhe I tha: "O birë, edhe një herë mos e fshi fajin që bën, se të fshehurit e fajit është një faj më I madh se faji vetë. Pasqyra ime s'ishte më me vlerë se ti. Nga të fshehurit që I bëre atij faji, unë qortova të tjerët kot së koti, po edhe ty pashiko si t'u bë krahu." Shumë faleminderit e tana. Sa me fat janë fëmijët tonë, që kemi alla gjyshe si ju, që na dhurojnë kohën për të lexuar, dhe jo vetëm prallat dhe rrëfenjat dhe fabulat apo vjershat, por dhe mësimet me vlera që ne marrim nga këto rrëfenja të shkrimtarëve tonë të njohur. Po vu të re diçka kur lexojte ta Ana a jetën e Sami Frashërit? Tregonte një herë se sa e rëndësishme është që ne ta ruajmë gjuhën, se si të parët tanë kanë dhënë jetën për të ruajtur gjuhën shqipe. Prandaj dhe ky mision që ne kemi sot kemi marrë përsipër me ndihmën e shumë vullnetarëve nga komuniteti është shumë I vlefshëm dhe ju lutemi, shpenzoni kohën me fëmijët tuaj duke ja lexuar prallat, qoftë edhe duke shfaqur këtë program, duke ndarë këtë program me fëmijët tuaj, qoftë në mëngjes, në fundjavë, kur vinë nga shkolla, apo kur t'i veni në gjumë. Shpresojmë që të kënaqeni dhe fëmijët të mësojnë nga këto pralla. Shumë faleminderit dhe shihemi në programin e ardhshëm. Mirupafshim.